Jemi rikthyer zonja Zotrin, jemi live, si çdo të martë të mërkurë dhe të premte këtu në emisionin tim Zonë e Lirë, sezoni i 22 episodi 982 emisione, 22 vjet. Për 3, jemi në pjesën e tretë, jemi live, sot është e mërkurë, data 13 qershor, ora është 22:04 minuta, me Barbara Dota, që sapo ka mbritur. Barbara Dota, një nga figurat kryesore të Partisë Mundësia, që kryesohet nga Agron Shehaj, Partia Mundësia, e cila ka marrë 2 deputet dhe në këto momente, me shpresën që mos e heqin mandatin në Erald Kaprit, miku ton të vjetër. Ndërkohë që Gjinishi e kam në sekondat e fundit, por gjithu që mbrini tani, këtë emision e keni live në YouTube, në live stream, të kjo adresa që nëzirë Ledio. Dhe për ju që të mbrini pak më vonë, se kapni do të live këtu në MCN, mund të shikoni të kjo faqja në YouTube, gjatë gjithë kohës e keni atje të 7 ditë e javës dhe gjithmonë të kjo faqja. Bërë një subscribe për qefin tuaj. Jemi dhe live stream ndërkohë. Atëre Ledio, na ndihmo para se të përsillim Gjinishin dhe para se të me Barbarën, të lutem, a kemi imazhet e reja apo s'kemi asgjë? Imazhet janë ato. Si? Nuk ka zhvillime të reja, por Okej, atëre sot do të bëjmë një gjë, ndërkohë që unë me Barbarën do jemi gjithkohë në ekran. Ti tani ma rregulloj ekranin, të lutem, që ma leni gjithë të vogël, nëse mundesh, e di që e ke të vështirë se jemi live. Më lejnë gjithë të vogël nga një kamera që ti mendon që mund të ketë zhvillime. Që gjatë kohës që unë flasë në Barbarën, fap, po të ketë gjithë të futemi, të themi, ja ra dhe kjo. Po mundet ma bësh atë dhe ishte fantastike, do në remrosh ti në fakt, se unë do e kemë mëndinjën të Barbara, dhe Barbara të unë, kështu që do në remrosh ti në momentin që ndodhë diçka, po një dritare dhe vogël fare dua, një kuti të vogël e dion, nëse mundesh. Që gjithsesi deri në fund të emisionit edhe kemi një sy dhe një vesh nga zhvillimet që janë live në këto momente. Është Teherani duke sulmuar Tel Avivin me drona dhe me raketa nga të gjitha anët. Për herë të parë Tel Avivi po dëmtohet Gjinish në mënyrë serioze. Për herë të parë Tel Avivi është në flak. Në mes qytetit. Në mes qytetit tani po bëhen goditje në mes qytetit. Forcat e emergjencës janë terren izraelite. Ndërkohë që njerëzit janë bunkere. Po merren me njerëzit nëpër bunkere, sepse me sa duket janë po dëmtohen dhe vendstrehimet e izraelitëve, ndërkohë njoftohen për godinat tëra të rrafshuara dhe godinat tjera cilët kanë humbur kate. Pra që ka me pak fjalë, kjo nuk është më teatr. Kjo nuk është më lojë, vlla. Kjo s'është më lojë, vlla. Se nuk ka qenë asnjëherë Tel Avivi i goditur kështu. Do të them për herë të parë që nga krijimi i shtetit. Dhe kjo po tregon që Tel Avivi që ka 48 digjitit Tel Avivi të jetë goditur? Kur? Dhe kjo tregon që pavarësisht është rënë situata zonja Zotrin. Pavarësisht se Izraeli është një forcë e padiskutueshme, tregoj që kishte atë që thash fillim të herës, e ka të pamundur të garantojë mbrojtjen totale. Pra, mund të kapi deri në 78%, por aq mjaftojnë. Por 10-20% mjaftojnë që ta një raket balistik. Irani ka nga ato raketa që kanë 1.4 tonë eksploziv. Nuk është gjë e vogël që nuk kanë hedhur akoma në lojë. Janë akoma në pritje. Të shohim si do shkojë, domethënë do duhej që fuqitë e mëdha të Shtetet Bashkuara të Amerikës t'i vinë një kufi, sepse ky është një konflikt që nuk do, nëse do vazhdojë disa ditë me këtë intensitet, nuk mund të rrijë brenda dy shteteve. Po nuk do rrijë midis dy shteteve më, do zgjerohet patjetër. Do të hapet lojë. E mirë është që të bllokohet, të ndryhyet që tani në fillim pa nisur mirë, se pastaj do ndryshojnë gjërat. Aq më shumë që Irani, si thuaç, por i kthen veten çani deri në 15 orë deri pas dite, Irani ishte tërësisht i kputur, nuk po reagonte dot. Tashmë sulmi i Iranit tregoi që është Izraeli në të njëjtën situatë që ishte pothuajse në të njëjtën situatë që ishte Irani në mëngjes, kështu që pastaj të mos flasim për dëmet njerëzore, se ne zakonisht flasim kush do fitoj, kush lider, flasim për Bibin apo Ayatollahun. Çështja është që ato që vriten janë njerëz, janë civil nga të dyja palët, dhe kjo katastrofë do duhej të izolohet dhe të mbyllej me kaq. Ja, në gjitha këto, tani në gjitha kanalet e botës të momente janë duke dhënë pikërisht të gjë, po ndjekin luftën live. Unë kote hapa dy kanali francez që shohun. Ato janë imazhet e para një ore. Ato janë imazhet e para një ore. Tani është janë para një ore, po. Janë imazhet e sulmit parë në Ipatë. Qetësinë në Tel Aviv, nuk ka asë shpërtim. C'est la première fois que des centres urbains étaient ainsi frappés et touchés. Les dégâts sont relativement importants, peu importants pour deux raisons. La première, c'est que edhe në Jeruzalem, ka goditje edhe në Jeruzalem përveç Tel Avivit. Parleront
renseignements américains que des missiles approchent. Donc ils ont le Po Tel Avivi është goditur më fort se sa të gjithë une çanë. grande partie de la population. Et ça réduit énormément les blessés. Et la Et en deuxième même temps, chose, c'est que ces je vous missiles sont commente les souvent images qu'on voit en ce moment, Ja. c'est dans la banlieue de Tel Aviv, c'est Është Ramat. nami. On voit donc Shive. certains des dégâts qui ont été Shive zbret në periferi Tel Avivit. parce que, Thash, il y a Edhe në qendër énormément goditën tani, de para dégâts pak minutash. Edhe në qendër Tel Avivit është godit. Il y a aussi, malheureusement, quand on intercepte un missile, et c'est souvent le cas avec le dôme de Edhe fer, Barbara për le shembull fait që que vous avez des résidus s'është e përgatit fare për të gjithë se erdhi për gjithë jetës sonde, e shoh që po e ndjek me një Ja, po, patjetër. A Barbara? Është diçka E rëndë është kjo. Nuk di si do vej puna. Përgjithsisht jo përgjithsisht, po Izraeli është shtet defensiv, është shtet që ka prioritet mbrojtjen e tij. Presidenti Dhe Trump, fakti që kanë çarë mbrojtjen e Izraelit që është mos u gaboj Është shumë lajm i e forta keq. në botë, është lajm i keq absolutisht. presidenti Trump sapo ka patur një Çfarë thot Trumpi? një telefonat me emirin e Katarit ku ka shprehur gatishmërinë e tij për të marrë pjesë për zgjidhjen e krizës. Kush ka Akoma shkruar? Trump, presidenti Trump. Akoma Shtetet e Bashkuara mundohen të qëndrojnë larg, domethënë, ose të krijojnë ide që ne nuk jemi të përfshirë direkt. Ndërkohë që pa ta nuk as nuk mund bëhet, as nuk mund zhbëhet dot ky konflikt. Frank Underwood e mban mend? Frank Underwood, Ja. The House of Cards. Kujtohet. Se kam parë. Te seria, se ke partja, do ta Se shohësh. kam parë atë, se kam parë. Se unë bëri shof tani dhe po më ikën petlla gjinish. Po më ikën trulli. Po, Një moment u bë- thot, ja një sekond Barbara, një moment Frank Underwood që thot që flet për nga që ishte president dhe do të kapte mandatin e dytë, e kupton se u bë president e edhe jo caktuar ishte me gruan. Edhe i thot ne nuk bëjmë terror thot. Ne jemi terrori. Çfarë per? Gjinish, më gjeth mishi kur e pash prapë, dhe shoh prapë, dhe rikthehem prapë. Ne nuk bëjmë terror për ne Amerikanët, ne jemi terrori. Gjinish, pse ngele kështu? Pra Trump i thot, jam duke, ka folë më mirë. Jam i gatshëm. Jam i gatshëm, po me sa duket duhet Të vazhduar marrë pjesë për zgjidhjen e krizës. Po pyetja është kjo domethënë, Mos i ka i nga duar Trumpit fare situata dhe ne mendojmë akoma që ata kanë gjë në dorë, mos e drejton Izraeli këtë punë tani tashmë. debati madh, debat tjetër. Gjinish Frenderoj jashtë që më erdhe. Faleminderit ju Çani. Do të lë të lirë tani të ikësh, bashkë takojmë nga java. Kalofshi mirë. Gjithsesi më çoni mesazh për zhvillimin e punës, se ti shikon lajme që nuk i shohim dot. Se Patjetër. ti flet në mënyrë brillante arabishten. Dhe shikon Al Jazeera dhe gjitha këto. Se ke mbaruar shkollën, studimet në Libi, Tripoli. në Tripoli. Falenderojmë Gjinishin e përcjelli më ledjo. Gjinish, Faleminderit. Barbara Rimi mbrëma. Çfarë do thoshë se më fal sepse filloi të thosh diçka po unë do të preva. S'do të më ndërprisje ti. Jo, u bë shumë kohë, sidomos në vitet e fundit që tani është ndërtuar një situatë që është the West against the West. Pra është perëndimi kundra gjithë pjesës tjetër të botës. Edhe nëse Amerika do doj të bëj bish këtij konflikti, nuk ka se si. Jam kurios ta di Barbara që ta bëjmë pa tranzicion këtë lloj kalimi nga luftat te ty tani, te profili jote dhe te pasioni jot për politikën. Si ka mundësi, këtë pyetje, këtë në fakt bisedë kam bërë me shumë njerëz, me disa njerëz, dhe kam vënë re që në fakt dhe doja dija thjesht mendimin tënd genuin kështu, sepse ti mund ma thuash natyrshëm, edhe është e pa menduar. Si ka mundësi, për shembull, edhe lideri i partisë tuaj, Agron Shehaj, edhe këta të tjerët, sa thua shkretarët e partive të tjera të reja, po themi, qoftë Lapaj, qoftë ai tjetri Arlind Qori, nuk kanë dëshirë dhe nuk flasin për geopolitik, për politikë të jashtme, ku ka kështu ngjarje e kështu. Do të thënë nuk flasin asnjëherë. Ata janë vetëm probleme lokale, edhe era Agron Shehaj e kanë vëre, edhe kur i shbënë një pyetje, për shembull, këtu do të merrem me hallet tona. Ty duket normale kjo gjë? Si ka mundësi që nuk janë të informuar, nuk din, apo nuk duan, se nuk e kuptojnë mirë? Jo, e para nuk më duket anormale. Aq më tepër në periudhën që ka qenë ky vit i fundit, që ka qenë periudhë para zgjedhjeve. Dhe mendoj që ka qenë një farë mënyrë zgjedhje më e mirë për të marrë me problemet tona. Shiko, ne jemi parti të reja. Klasë momente që ka zhvillime shumë të forta, me janë si punë Vetëm mos harro këtë gjë që ne jemi parti të reja. Gjithë secili nga ne e ka padyshim një opinion politik dhe për atë çfarë ndodh jashtë. Por mendoj që ka qenë gjë më e zgjuar dhe më e mirë për të përqendruar aty ku mundemi, në Shqipëri. Dakord. Barbara, në fakt unë son të kaftuar për të njohur pak më shumë, unë dhe publiku, në përmjet meje publiku,
Unë të kam ndjekur vazhdimisht, nuk e di nëse Ledio e ka përgatitur apo jo, kam thënë Ledios përgatisi një kolazh për ty, 60 sekonda vetëm për të rikujtuar pak, ose për të parë ata që s'e kam parë, që s'janë marrë. Gati e kam. E gati Ledio? Po. Shikoni kush është Barbara Dota, zonja zotrin, janë disa imazhe pikante nga fushata që ka bërë me Agron Sheajn e Partisë Mundësia. Dhe jo vetëm nga fushata. Urdhon? Dhe jo vetëm nga fushata, në disa debate të tjera. A, ke gjetë dhe gjëra tjera për fushatës, dakor, da shohim Barbara me imazhe. Barbara Dota, on imazh. E pat me imazhe Barbara Dota, për gjithë ju që se marrit mend ose që e zbuloni për e të parë, Barbara në fakt i thua, kur të pyeta, të thash, Barbara, më nisi sa gjëra për veten, thua që Arian unë jam me fat që kam lindur në Tiranë. Më bëri përshtypje kjo gjë që e cilësoje. Po. Po pse me fat? Vërtet e kam konsideruar vetën me fat. Të dy Që ke lindur në Tiranë? Po. Shiko, të dy prindrit e mi vinë nga dy fshatra të Burrelit. Mami më është nga Macukulli, babi më është nga Derjani. Edhe nga fshatra shumë... Dota është mjemi babit, si? është i babit, po. Doka nga mami, kanë edhe në gjashën pjermet. Edhe unë sot e kësaj dite e kam xhaxhajnë fshat, kam pasur gjyshit në fshat. Po ti ke lindur këtu ndërkohë? E kemi kaluar, po, çdo verë si fëmijë kemi kaluar në fshat. Dhe unë nuk isha fëmijë për fshat, përfundimisht. Për shumë vllai im që është binjaka që gjithmonë më i shkathë. Mos mi diqte ka, do thoshe për vllajin e binjak. Më thuaj vetëm Jo, për këtë. dhe fakti që kam lindur në Tiranë, jam ndirë gjithmonë më mirë, po edhe me familjen duket sikur e kemi sfiduar një farë mënyrë edhe mentalitetin, edhe jemi rritur gjithë në Tiranë, jemi përmirësuar. Pra që mos sa kjo që kuptojnë njerëzit, Barbara. Ti kur thua jam me fat kalbim në Tiranë, nuk do të thuash që ama shqyqy që nuk linda në Macukull. Jo. Pra në Burrel. Ko, nga njëra anë, fakti që kam lind në Tiranë, kam pasur më tepër mundësi, për shumë se mami im që ka lindur Macukull, se bënte 3 orë rrugë për të bërë gjimnazin. Mua nuk më është dashur të bëj këtë gjë, kam pas shkollën 5 minuta larg. Tani le të rikthehemi një moment dhe të fantazojmë. E zënë të kështë lindur në fshatrat e Burrelit, që ku lindur prindët tu, dhe kanë jetuar atje, deri vonë. A do ishe sot në këtë studio? Për arsyen që ke qenë në një fushat, në një parti politike të tjerë? Apo ti mendoj që thuash, a ka rëndësi në jetën e njeriu vendi ku lind? Shiko, unë mendoj që prapë do isha në këtë studio, por mendoj që do më duhet kisha bërë akoma më shumë punë se që kam bërë. Dakor, sa duke lindur në Tiranë, thua ti, ke bërë 50% kam pasur diçka më të favorshme, disa dyrë më janë hapur më letë, sepse kam qenë afër mundësive, si të thuash. Shiko, të jesh sot në fshat, unë thash, kam ende familjarët e mi atje, po të jesh sot në fshat nuk është e letë. Mungon infrastruktura, mungon shërbimet, mungon shkollimi, arsimi, do më thënë, edhe kushrinjt e mi që kanë qenë atje, të gjithë kanë arë në Tiranë për të... Po të faktën ata kanë arën e pasër, kanë dhe ushqimin bio. Po nuk mjafton. Nuk mjafton. Ti thua duhet më shumë në jetë? Absolutisht, po shiko, fshatrat tonë janë shumë bukur, edhe fshati nga Viun Derjani është shumë i bukur. Po të shkosh në Derjan, sot të marrësh rrugën, është një tmerr i vërtet, nuk ka rrugë. Po kujdes se po të kishte rrugë, po do ishte shumë nuk do ishte më, jo, po nuk do ishte kaq i bukur ndoshta. Jo, mendoj. Do kishte shumë turistë, do mbushe nga turistët dhe nuk do i binte ajo, ke parasysh originaliteti i fshatit. Fshati ishte i bukur kur e shkelin pak njerëz, imagjino gojima do vinin për shembull në, si kishte emrin fshati? Derjan. Dëgjoj, po imagjino gojima do vinin në Derjan për shembull. Tani Derjani është një fshat i vogël me njerëz atje dhe nuk e shqetëson askush. Mendoj edhe ndryshe. Po mendoj që do kishte qenë më ndryshe nëse Derjani do ta kishin zbuluar më shumë njerëz. Ti do që ta zbuloni më shumë njerëz. Pse jo? Pse, bukuria është diçka për njerëzit që njerëzit ta shijojnë, ne ta mbajnë të vërtetë. Ti e di njësoj si unë që humanët e prishin natyrën, e prishin planetin, e prishin në kuptimin e shëmtojnë, se të e gryen, janë si ato kafshët, si qenë ato kafshët, ato që hapin, që vetëm gryen, e ke parasysh nësa sa më pak human, aq mirë është. Prandaj edhe luftrat e pasere janë të mira. Ke parasysh, Shiko, ajo çfarë ju po thoni është deri diku edhe e drejtë, po. Ti gëllon cinike. Po në fakt ka i të vërtet brenda apo jo? Jo, ajo ka një të vërtet brenda. Lufta si është gëllim. Unë mendoj që gjithsesi njeriu edhe ka përmirësuar shumë, edhe ka ndërtuar shumë, edhe është ja bëj gjëra të jashtëzakonshme. Dhe unë për këtë lloj njeriu flas. Jo gjithmonë janë njerëzit. Në Macukull më the? Më the 2 fshatra apo 3? Po 2. Macukull dhe Derjan. Derjani. Po. Tani në Macukull Derjani janë 2 fshatra të prindërve të tu. Ti ke vetë lind në Tiranë, ke njerëz akoma atje. Si ka mundësi që në këto 2 fshatra ka fituar PS-ja bindshëm, a thua dot? Në fshatrat e prindërve të tu, Barbara. Shiko, problemin, fshati im, sidomos Derjani, është taj fshat që kur janë mbajtur zgjedhjet, është i vetmi fshat që ka votuar për demokracinë. Dhe burrat e fshatit tim janë pushkatuar. Demokracinë ke fjalën për PD-n? Po.
Dhe burrat e fshatit tim edhe janë pushkatuar, është fshat që ka luftuar për liri dhe për demokraci. Po tani ma thuaj. Po sepse tani nuk ka ngelur njeri, është e thjeshtë, nuk ka ngelur njeri. Nuk di të them tani, nëse janë 200 veta, nuk di. Ti vetë nuk shkove në këto fshatra për fushat me gonin? Jo, nuk shkova në këto fshatra, sepse fushata ime është në Tiranë. Shko për ta lënë pas tani edhe historinë e prindërve të mi. Nuk e këshën e pritit unë jam koordinatorja e qarkut Tiranë. Do vini me atje, po do të mirësha pak me pjesën e origjinës tënde. Një farë mënyrë më vjen keq që nuk jam përqendruar akoma më shumë Tiranë. Unë kam dashur që gjithë fushata jonë t'ishte këtu, edhe mendoj që do kisha pasur edhe unë vetë shanse më tepër në Tiranë. Me që dojë të futesh edhe pjesën e Tiranës, dhe ti vetë në listë ishe në listën e treta. Pra, po të të pyes jo, ti ishe e treta, ishe listë mbyllur, që nuk... Po, ishte listë mbyllur. Ishte listë mbyllur. Ne punuam të gjithë, absolutisht kemi punuar të gjithë dhe kemi bërë... Ti ke qenë shumë aktive dhe shumë e dukshme, pra. Pra, fatikisht përveç Gonit, Agron Shejajt, më shumë je partisë se Araldi, fatikisht. Ti ke qenë gjithë kohën me Gonin në për spote, në për gjëra, e kupton? Shiko, unë nuk do thoja këtë, më vjen më mbarë, ndoshta perceptivi mediatik ju ka qenë. Shiko, ndoshta për shkak se jam pak më e re, më vjen më mbarë të përdor rrjetet sociale, edhe mendoj që kam pasur dhe jam munduar shumë të flas edhe për gratë dhe vajzat, se dua t'i përfaqësoj. Se ishe ti imazhi femëror i Agron Shejajt? Po nuk isha një imazh femëror. Unë isha, çiko, ishe imazh femëror, dhe simpatike shumë bile. Po dëgjoj, unë nuk isha një imazh femëror. Unë isha Barbara. Unë besoj edhe po t'isha djalë, do kisha në gjendje të bëja do dilte Agroni me ideal të tani, më besoj Arianin. Shiko, unë nuk besoj. A ishte i gjeti që ka bërë Agroni duke të pasur ty në krah. Shiko, unë nuk besoj. Më lërë dhe mua të jap mendim për të, se nuk është se po gjykojmë ndonjë gjë. Ky është mendimi jotë. Po nuk është kështu? Po jo, nuk mendoj që është kështu. Zërbe, pra ti thua je rastësisht me Agronin? Jo, unë po them aty që jam aty, jo se jam femër. Jam aty se jam e zonja. Po që je zonja atë vend diskutim, se po të mos ishe zonja, thoja unë ty këtu, fare sotme. Ti ishe bindur për të gjë. Mua kontenti më intereson, nuk më intereson, edhe pse forma duhet thënë që është shumë e rëndësishme, apo jo. Besoj ti nuk është se ke ndonjë kundërshtim. Jo, nuk do thoja. Ti edhe arkitekte, mos thuaj që forma nuk ka rëndësi këtë jetë tani, Barbara. Po nuk është gjithçka. Po nuk është gjithçka. Po shumë çka. Është diçka. Është diçka. Me që është diçka forma, mund të më thuash që janë këto te rruga te kryeministria, te kryqëzimi, ke parasysh që është TVSH-ja, vazhdon kryeministria, është rruga nga ambasadat italiane që vazhdon këtej për të shkuar te. Po ndërtojnë aty. Jo, e ke parë, besoj, e ke parë, çfarë janë ca njolla trotuaresh, njolla, se nuk është trotuar, që janë vënë mund mes të rrugës, nga të katëra rrugës, e ke parë? Diçka kam vënë re, se tani aty është bllokuar, nuk kalon. Ti si arkitekt që je, mund të më shpjegosh se unë do bëj emision më vete për këtë punë, sepse nuk e kuptoj dot. Për çfarë janë vënë se kanë bllokuar rrugën komplet? Këtë katërta të kryqëzimi kanë vënë kështu, i kanë vënë copa të vogla, ca të vogla, ca më të mëdha. Tak nuk e kam parë. Zërbe? Jo, nuk e kam parë vërtet. Nuk kalon ti atje asnjëherë. Jo, afër kryeministrisë nuk kaloj, i rri larg. Zërbe. Dgjoj Barbara, të pyes në çfarë lagje ke shtëpinë? Unë tek Vasil Shanto. Mirë, okay. Po, kështu e kam në të kundërtën. Te Tiranë e Re, domethënë. Po, Tiranë e Re. Bukur shumë. Dgjoj Barbara. Direkt aty pas shkollës. Ti ke një vëlla binjak? Po. Po të ngjan ty? Ngjajmë si motër e vëlla, po nuk ngjaj si binjak, jo. Edhe jemi edhe pak ndryshëm si karakter. Në fillim kujtova se kishe motër binjake. Dhe thash vete, unë do doja të kisha Barbarën dhe motrën binjake në studio. Dhe se thash, të imagjinoj të ishte të dyja njësoj. Jo. Në fakt jo. Po, faktisht, po më kishe thënë dhe kisha marrë vllajën se dhe është shumë interesant. I ndryshëm nga unë, por shumë interesant. Po, i ndryshëm nga ty, do doja dy njësoj, pra. Po tani çfarë bëjmë? Njëra si unë edhe nuk është gjë e keqe. Barbara, dëgjoj, mund të më thuash një gjë para se të pyes për ca gjëra të tjera të tuat. Pyes për arkitekturën e këto. Si arrite që të thuash çfarë u bë sebeb shkak që ti të lidheshe me partinë e Agron Shejajt? Unë, shko, e para nuk u lidha me partinë e Agron Shejajt, sepse unë nuk shkova aty në një pozicion të caktuar pasi partia u krijua. Unë isha pjesë e krijimit të asaj partie. Unë jam takuar me Agronin në 2021-shin. Dhe kam qenë pjesë e fushatës Agronit. Po kush të njohti pra me Agronin? Unë kam qenë në Partinë Demokratike më parë, dhe ashtu jemi njohur me Agronin. Ti ke qenë PD më parë? Kam qenë PD më parë. Unë vi nga familje e persekutuar, kështu që për hatër të familjes, ose asaj që më kishim mësuar, u anëtarësova në PD fillimisht. Aty kam takuar njerëz të jashtëzakonshëm. Po fillova, sidomos vitet e fundit, takoja njerëz me cilët mendora njësoj. Dhe kështu ishte edhe historia e Agronin.
menduam njësoj dhe në një farë pike kuptuam që Partia Demokratike nuk ishte shanse të ndryshonte më, dhe vetëm alternativë për ne ishte ndryshonim ne, të hapim ne një forcë së Pra, re. historia jote me Agroni ka filluar që në 2021. Po, në 2021 jam takuar me Agronin. Dhe do Kemi punuar bashkë për fushatën e Agronit si... Po dali i sekund, 2021 Agroni nuk e dinte i do bënte partia, apo jo? Jo. Pasu nuk e dija që Agroni do bënte parti 2021. Por ama kemi marrë hapa dhe iniciative gjithë kohës për të reformuar dhe për të ndryshuar PD-n, qoftë unë apo Agroni apo edhe njerëz tjerë. Derisa e pam që nuk do ndryshonte më asgjë. Dhe ne mendonim, ose arsyeja pse ne e hapëm Partinë Mundësia ishte pikërisht sepse donim një forcë të djathtë, po të djathtë vërtet, një forcë që do shikonte nga ardhmja, që do bënte opozitë vërtet, dhe që një ditë kishte shans të kthehet në qeveri të pakorruptuar. Dhe ne mendojmë që e përfaqësojmë më së miri, dhe unë e besoj këtë gjë që kam bërë. Dëgjoj, unë vërtet nuk u zgjodha deputete në këto zgjedhje. Do doja, apo jo? Po, patjetër që do doja. Kush në një garë dhe nuk do donte të zgjidhej, patjetër. Unë hyra dhe kisha shumë ambicie në këtë garë. Por, moment që mbaroi numërimi, unë nuk u zgjodha, e vetmja pyetje që kam bërë vetes ishte, po ta dija një vit para, që unë nuk do zgjidhesh, pasi kemi bërë gjithë këtë punë, a do e bëja të njëjtën hap, do e merja të njëjtin vendim për të hap Partinë Mundësia? Përgjigjja ka qenë shumë e thjeshtë, po. Gjithmonë do merja të njëjtin vendim. Pra edhe po ta dije që nuk do zgjidhesh. Absolutisht, unë e dija kur ne filluam Partinë Mundësia që do ishte një rrugtim shumë i vështirë. Madje kur ne hapëm Partinë Mundësia nuk diskutoj mandati 2, diskutoj mandati i parë, nëse Agroni do merrte apo jo mandatin e parë. Nuk kam qenë në një moment, në një pozicion, si thua, të sigurt. Por e di që të gjithë kemi luftuar shumë që të kishim një rezultat të mirë. Nuk është rezultati më i mirë që mund të merrshim, por mendoj e kemi një fitore. Do rikthehemi prapë te pjesa politike. Më thuaj një gjë, ti ke mbaruar arkitekturë apo jo? Po. Ke mbaruar këtu në universitetin këtu në... Po, tek Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës në shtet. Në shtet. Mund të më thuash këto kullat e Ramsit të 4 dhe Ramsit 3 dhe Ramsit 2, sepse ai ka kohë që i bën kullat. Tani janë kullat e reja të Ramsit 4 ose të 3 që kemi parë tani. Si duken, më thuaj sinqerisht. Pavarësisht që po i bën ai bile po se thuash, okay, ai merr këto studiet e huaja, merr këto arkitektë të huaj, kështu që i quan si shumë të famshëm. Kështu unë këto nuk është se i di ti do më thuash, a është e vërtet apo është thjesht një legjendë urbane kjo? A janë vërtet ata më të mirët e botës që vinë këtu, apo janë disa arkitektë që vinë sepse ky ka qef që t'i sjelli për të krijuar, për të bërë propagandën e vet etj. Pra. Dhe kullat e vetvete ti e pro apo kundër një herë, sepse unë për shembull unë jam për qytete sa më të ulta, me përmasa njerëzore, nuk pëlqejnë gjërat e larta. Dhe kur shkoj për shembull jashtë që iki për qefin tim, zgjedh më qytete që mundësisht të shoh qiellin. Kur jam në rrugë poshtë, që urem diku në një kafe ose që ezi, që mos kem nevojë ta ngre kokën kaq shumë për të parë qiellin, po të shoh qiellin duke ngritur kokën kaq. Kjo është në shihet e mia, po shihet janë relative. Ti vet, je pro apo kundër kullave? Shiko si qëndron puna. Jo gjithmonë ndërtimi është zhvillim. Edhe Tirana është rasti që tregon më qartë këtë gjë. Ti mund të kesh kulla kudo, po ti nuk ke zhvillim të qytetit. Përkundrazi, qyteti është bërë më pak i jetueshëm. Kjo është histori tjetër. Tani, unë di të them nga ana estetike, ti si arkitekti që je. Ka kulla që më pëlqejnë, ka ndërtime që më pëlqejnë. Cilat që janë bërë në Tiranë, për shembull një nga ndërtimet që më pëlqen është Forever Green. Është kulla përballë kishës ortodokse, përballë katedrales. Ajo që ka të formën kështu si... Do doja të kishte pasur një vendosje tjetër, po them, sepse duket sikur nuk ka mjaftueshëm kontekst për rreth, po është një kull që më pëlqen. Është një kull, ajo është një kull, një ndërtim. Ajo një? Po. Ato do thoya që më pëlqen. Tjetër që më pëlqen. Nuk e di emrin, por është kulla përballë ekonomikut. Jo kulla fiks përballë pas saj. Është me Ajo kuqja? Jo e kuqja, është mbrapa. Ajo që është me lule në për kështu, me lule në për balkone? Po, më pëlqen dhe ajo. Gjithsesi ajo që do thoja edhe vlen në çdo rast, nuk ka të bëj kulla nëse është e bukur apo jo, ka të bëj e para vizionin që ti ke për qytetin. Për shembull, unë do doja që Tirana, sidomos, që është kryeqyteti, të kishte një plan zhvillimor që e zgjeron Tiranën. Jo një plan që e bën ato kompakte si ky që është sot dhe e zvoglon. Për shembull, kur erdhi Velia, gjëja e parë që bëri shpalli pyllin orbital që në thelb është një mur për qytetin, që nuk lejon zhvillimin e saj, po në fakt nëpërmjet kësaj kanë krijuar filozofinë e shem për të ndërtuar. Dhe Tirana është shembur për të ndërtuar, ndërkohë që fare lehtë mund të kishim pas një pjesë të re të qytetit që krijonte shumë zhvillim për gjithë qytetarët, mund të ishte më e përballueshme edhe për njerëzit. E kuptoj. Barbara, ti vetë çfarë raporti ke me, sa thuash, me zanatin tënd, me shkollën që ke mbaruar me arkitekturën? Pra
E ka ushtruar apo ka bëruar? E kam ushtruar, dhe tani po ushtroj prapë. Do muajt e fushatës nuk mund ta ushtroj, po tani jam rikthyer ta. Po punon në një studio tonë private? Kam punuar, atëherë kam punuar në 2 studio më parë, derisa kam dalë në vete. Tani punoj si freelancer, për shkak se edhe kam nevojë. Freelancer për ata që zinë anglisht, do të thënë që punon për qefin tënd. Po. Për qefin tim punoj se duhet punuar dhe më pëlqen. Po, kam pavarësi. Nuk e pavarësi, pra po. Kam pavarësinë time. Edhe bëj projektim dhe zbatim. Kjo me kokën e Ramës, për shumë, se harova të pyes, tani më kujtua. Kulla që është në kratë 15 katëshit, me që është koka e Ramës, duket, ta thonë është e Skënderbeu, në fakt, ajo është e Ramësit 4, e dalohet. Dhe ti jesh vërtet naiv dhe budalla mos e kuptosh. Përgjithsisht autokratët, që mos them diktatorët, e kanë një mani për të vënë fytyrën e vetë në qytet, dhe ky rast nuk ka qenë ndryshe. Do thoya unë. Nuk pëlqen jo vetëm kulla aty, po nuk pëlqen çfarë po ndodh rreth qendrës. Për shumë një nga gjëra që më ka pëlqyer më tepër në Tiranë, ose që më mbaj mend që fëmijë, ka qenë që kur rria në qendër qytetit, arrije ndalloje siluetën e qytetit, domethënë male, dajti, podrat, ka qenë e jashtëzakonshme, shumë e bukur. Dhe mendoj që janë shumë pak kryeqytetet në botë ku ti rri në qendër qytetit dhe arrin ndallosh majën më të lartë të qytetit. Në Tiranë tani ka filluar edhe pamja i është bllokuar, duket sikur po i merret fryma, dhe unë nuk kam qenë për këtë gjë. Normalisht e kuptoj, metri katror është shumë i shtrenjtë sa më afër sheshit. Agroni për shumë që është një partizan i flakt i zhvillimit, i ekonomisë tregut, i lirisë tregut e tjera, çfarë thot për të, keni biseduar? Shiko, të jesh partizan i lirisë tregut nuk do thot që duhet mbështesësh korrupsionin. Jo, po flasë kjo që ka ndodhur në Shqipëri, sidomos shiko. Po flasë në vizionin se korrupsion ka gjithandej. Jo, nuk është, them mos ta justifikojmë. Korrupsion mund të ketë gjithandej, po në nivelet e Shqipërisë është i frikshëm. Një nga gjërat që njerëzit nuk flasin këtu dhe që ka bërë shumë shtrenjtë të thënë për shqiptarët është pikërisht blerja e një prone. Ju e dini, blerja e një prone. Po blerja e një prone nuk është rastësisht në këto çmime. Sot që të marrësh një leje ndërtimi, duhet të paguash me miliona euro para se ti të fillosh ndërtimin për të marrë lejen. Që normalisht çdo gjë këtu është bërë lidhur me pushtetin, është monopolizuar çdo gjë. Nuk ka konkurrencë dhe kjo e bën tregun të pazhvillueshëm. Shteti ka ndërhyrë në treg, kështu nuk mund të ketë barazi, nuk mund të ketë konkurrencë. O Barbara, dëgjoj Arianin, jam kurioz ta di, cili është aktiviteti jot tani pas 11 majit? Vazhdon selia e partisë funksionoj, apo tani janë pushime? Normal, jo, vazhdon selia e partisë funksionoj, sidomos të ditë që kemi qenë duke organizuar për rinumërimin e kutive të Tiranës edhe Fierit. Çfarë thuhet, ka shanse që të mos preket mandati kaprit? Shikon, do të themi këtë gjë, që në numërim, apo në gjithë procesin e numërimit, kanë qenë PS-ja, PD-ja, PSD-ja. Ne nuk kemi pasur të bëjmë me procesin e numërimit. Janë ata që e kanë numëruar. Nuk besoj që votat e Partisë Mundësia kanë shans të preken, edhe pse është përpjekur gjatë procesit numërimit që votat e Partisë Mundësia të tjetërsohen. Po kemi qenë aty për ta mbrojtur votën dhe ka qenë më e pakta që mund bënim, se në fund ditës është vota e shqiptarëve dhe duhet shkojë aty ku shqiptarët kanë votuar. Tani nëse bashkon PS-ja dhe PD-ja nuk di të them eksaktësisht, por unë jam e bindur që mandatin tonë nuk e prekin dot, për arsye se ne i kemi marrë ato votat. Nuk është një mandat që dikush na ka falur, nuk është një mandat që ka tepruar nga diku. Janë votat tona dhe janë mandatet që ne meritojmë. O Barbara, të i thua, ambicia ime, thua ti, nuk është të jem thjesht në politik, por të krijoj një model të ri për gratë dhe vajzat e reja. Thua ti që nesër një vajzë nga Mati të më shoh si model të sajnë, modeli që do doja të kisha pasur vetë. Dua që politika të bëhet më njerëzore, më ndershme, më punëtore. Dhe e kam shumë seriozisht që të jem pjesë e një brezi të ri që e ndëron atë seriozisht. Rrënjësisht. Absolutisht. Je vërtet kaq idealiste? Po, patjetër. Përpara se mund të jesh e re, mos të jesh idealiste, është e pamundur. E re, prit tani një sekond. Ti e reja se je 28 vjeç. Po, ky idealizmi është në moshën, po themi, midis 18, 20, 22, në momentin kalon 23, 24, fillon e kupton që në fakt nuk ka asgjë tjetër për teje, kupton? Shiko, po prandaj jam politik. Se po të kisha ndryshuar mendimin kur isha 22 apo 23 vjeç, që ka ndodhur çdo gjë që ky mendim ndryshonte në fakt, ndoshta s'do isha marrë me politik. Po se jam idealiste, se i besoj vërtet ato vlerat, se vërtet dua të ndërtoj një model, vazhdoj të merrem me politik. Cila është pika jo më e fortë? Për shembull, pse duhet që unë të të ftoj prapë ty në emision? Thonë do kisha shumë dëshirë të të kisha, po cila është pika jote më e fortë që mua të më bësh vërtet kurioz dhe thua unë dua Barbarën, të them dua Barbarën patjetër në studio. A thua do ti?
se kam guxim. Guxim për Kam çfarë? guxim të veproj, kam guxim të flas, kam guxim të them gjëra që unë mendoj. Më bëri një përshtypje, një telefonat që bëra 2 ditë para zgjedhjeve me një profesorin tim. Dhe I tha shiko, unë do ta kesh marrë vesh, unë kandidoj, po kam nevojë shumë për mbështetjen tënde. Me profesorin tënd? Me një profesorin tim. Me ish profesorin tënd? Ish profesorin tim të arkitekturës. Edhe më tha tekstualisht të gjë, tha, shiko Barbara, tha, unë nuk votoj dhe ti e di, por kur kemi bërë një bisedë për gjendjen e opozitës apo për qeverin, më the disa gjëra që pasi mi the thash, okej, edhe kjo si gjithë tjerët, më thot sa gjëra mua bete kafje, po nuk bën asgjë. Dhe pastaj tha të dëgjova një javë më vonë në një emision, dhe ti I the eksaktësisht çfarë më kishte thënë mua në kafe. Dhe fole pa doreza ashtu siç më kishte folur mua. Dhe mendoj që kjo është gjëra që më dallon. Unë atë çfarë them e mendoj edhe e jetoj në atë formë. Që kjo gjë nuk do ndryshoj. Dhe nëse ti do më ftosh më vonë, do të them pikërisht atë që mendoj, jo atë që më thuhet për të thënë. Qartë e kuptova, po ti mendoj që sinqeriteti luan rol të madh në politikë, pra për të ecur, për të bërë karrierë në politikë, për të ardhur në pushtet, për të pasur pushtet? Të gjithë më kanë thënë që sinqeriteti të pengon. Të pengon, madje ma kanë kthyer sinqeritetin për naivitet. Unë nuk mendoj kështu, unë mendoj që të jesh vetvetja duhet të ndihmoj, nuk ka rrugë tjetër. Pastaj ti tregon kush je. Njerëzit e dinë nëse të votojnë ty, nëse të pëlqejnë ty, nëse të ndjekin ty apo jo. Nuk janë votuesit kaq pa zgjuar apo kaq pa vëmendshëm. Ku arrin ambicia jote? Përveç faktit që ti do doje të ishe deputete sot. Mund të jesh për shembull në zgjedhjet e tjera. Ambicia jote ku ndalon? Kur je me veten tënde para pasqyrë, për shembull, ose vjen shtrirë në krevat dhe shikon tavanin, për qef dhe po mendon për jetën tënde, ku mbaron? Ditë ma thuash ku mbaron ambicia jote, Barbara? Jo, nuk di të them ku mbaron. Se unë jam një njeri që ndërroj. Unë nuk di se si ti mund të jesh politik dhe mos të ndërrosh. Ti ndërron të jesh kryeministre e Shqipërisë? Një ditë, po patjetër. E ke këtë ëndër? Po patjetër, absolutisht. Po e ke patur kur ishe 16 vjeç që e filluar të që u futën? Kam patur që kur isha edhe më e vogël se Bebe, se i thoshi e prindërve, ku ti thoshi, për shkak që unë do jem kryeministre? Mamit ja thoja shpesh. Ja thoshe mamit. Babit ja thoja më pak. Se? Se babi do e besonte dhe do më mbështeste më tepër. E ka mbështet babi? Mami nuk e merrte seriozisht. Mami jo. Se mamat me gocat nuk marrin asnjë seriozisht gjërat që di. I marrin seriozisht, po ndoshta nuk ka qenë lehtë për prindrit e mi të pranojnë që unë do bëja politikë. Do kishin dashur të bëja çdo gjë tjetër përveç politikës. Ndoshta edhe për faktin se jam vajzë. Po dëgjoj Barbara, cili ka qenë modeli yt në politikë? Dhe kur them politikë, do kanë fjalë vetëm këtu në Shqipëri, po edhe më gjerë, me çka ke parë, me çka ke dëgjuar. Ke një model për shkak femëror në politikë? Po nuk do thoja eksaktësisht. Unë prandaj një farë mënyrë kam thënë që dua ndërtoj vetë një model. Modelin që doja nuk e kam... Ka frymëzuar, nuk them që... Po them, shiko, sepse nga njëre ngatrojmë, sepse leadershipi nuk është vetëm në politikë. Ti leadership mund të kesh në fusha ndryshme, në punën ku je, në lagjin ku je, në shkollë. Për shembull, mami im ka qenë absolutisht model. Unë për shembull, mesazhet që merja më tepër në fushat ishin nga ish nxënësit. Mama jote ka qenë mësuese, babai shofer. Po. Po kur thua shoferi kujti, ma uneve, çka ka qenë babai? Ka qenë me mjetet ndryshme, ka bërë gjitha. Me mjetet të mëdha? Edhe me mjetet vogla, furgon, autobus. Po tani, babai vazhdon punon? Po tani është kthyer 2 vitet e fundit është kthyer në sipërmarrës, gjë që më bën shumë krenare. Se do të thënë të gjithë nisin biznesin kur janë shumë të ri, matë ka nisur tani që ndihet i ri, po them. Sa vjeç është babai tani? 58. Po që ka i ri babai? Po mamaja është mësuese ku në shkollën e mesme, në shkollë? Në gjimnas, është mësuese në gjimnas. Dhe jep lëndën e historisë. Dakor. Edhe po thoj që edhe gjatë fushatës merja shumë mesazhe edhe për mamin tim. Më thonin jam ish nxënësi i Zyshbanës. Edhe më bëri të kuptoj edhe impaktin që ajo ka pas tek një brez i tërë. Edhe ndonjëherë nuk duhet të dalësh në televizor apo ti jesh politik për të pasur impakt apo për ndryshuar jetët e njerëzve. Dhe jam kënaqur me atë çka ka bërë mami im. Po ka qenë model shumë i mirë dhe unë vërtet jam e fat çani. Për njerëzit që më kanë rrethuar, për familjen ku kam lindur, për dyert që më janë hapur, si kjo jotja sonte për shembull. Tani unë këtë do të pyes nëse më lejon, ta bëjmë kështu si bisedë të lirë. Po bisedë të bëjmë. Po pra, se ti thua që ke ambicie dhe ke ndëruar të bëhesh kryeministre apo jo një ditë. Ti je kryeministre e Shqipërisë. Dakor? Sa herë do ta thuash po? Po do ta them patjetër që sepse nëse s'themi ato. Që mua më duken sikur të gjithë ata që futen në politik, sidomos kur janë të ri, dhe nuk e shprehin ambicien e tyre ose e mohojnë ambicien e tyre, më duken pa vërtet.
se do ta mohosh. Unë nuk ndërroj të bëjmë këshilltare, nuk ndërroj ku do të bëjmë zëvendëse e diçkaje. Nëse kjo do ndodh, do jetë rasti, po unë do punoj për të arritur kulmin e ambicieve të mia. Do thotë duhet të vrasësh dhe Agron Shejan apo jo? Tani si të vrasë, unë për të vrarë nuk vras njeri, jo. Fizikisht, jo, politikisht, për të arritur aty lart, do të shkelësh mbi kufoma. Është simbolik kjo. Ju ka ngelur të gjithëve nga Rama, e tha Rama dhe tani e përsërisin të gjithë të vrasjen e babait. Jo, s'ka thënë Rama vrasjen e babait, jo. S'ka qenë kështu. Rama është shumë i vonët, vrasja e babait është Long time ago. ka lidhje, ka shekuj që është thënë. Është koncept politik pra, vrasja e babait, jo vetëm politik, është dhe në jetë. Një djalë që të rritet, fitoj pavarësinë, duhet vrasë babait, në kuptimin duhet do dali nga Po pra, që ti të bëhesh kryeministre, para se të mundësh kundërshtarët e tu, ose më mirë, do mundësh apo duhet mundësh edhe aleatët, edhe njerëzit e tu. Pra, e ke këtë gjë apo jo, Barbara? Pra, trosh mua beti, Barbara, që ti bijem shkurt. Në zgjedhjet e tjera, kur do që ti jenë ato, edhe pse këtu janë 4 vjet, se s'ka arsye të këtë zgjedhje para koshëve, se këtu jemi të qartë. Ti do jesh prap Goca, më falë, ja ta mbaroj fjalin për ata që duan të gjënë, se unë e di që ti më kupton para se të flasë. Do jesh prap në krata e Agronit dhe shërbim të Agronit, apo do jesh Barbara Doda, të darësh vetë dhe thuash, unë jam Barbara, unë duhet bëjmë kryeministre e Shqipërisë. Se kjo është pyetja ime. Pyetjet e tua janë të zakonshme, me qëra Lafi, se... A do flasim troç? Jo, po troç flasim. Apo do t'injejmë? Shiko, do të dish arsyen e vërtet pse jam me Agronin, pse jam në një parti me Agronin. Nuk më intereson ajo. Jo, po do të t'interesoj tani. Unë duhet t'i ambicia jote. Po ja, se ta them unë. Këtë jem e Agronin shumë mirë bën me. Shiko. Bëre shumë mirë se po t'ishe në PD, mbase nuk do t'njifin fare. Duke dalë me Agronin, ti u bëre e njohur, se në PD mund t'ketë shumë. Shiko, qa ke parë... Më mirë e pare fshati se sa e fundit e qytetit, e kupton? Që i ti ke bërë një lëvizje shumë në mënshur. Sa goca ka sot në PD që nuk i njeh askush? Ma thuaj pak. Kur them goca edhe çuna, se nuk ka vetëm nuk është çështje gjinie. Se është parti më e madhe ajo, edhe pse është duke zvogluar, është më e madhe. Ti u tregove shumë e zgjuar me mendimin tim tani, po bëjmë bisedë, sigur jemi miq në kafe, duke pirë kafe, e kupton? Pra ti treguosh, pra hapi jot i parë ishte brillant për mua, siç e shoh unë, është mendimi im. Problemi është në fushatën tjetër do bësh të njëjtën gjë, apo do mendosh pak për veten tënde, apo thua është herët, prit, kam kohë. Kjo është pyetja ime. Shiko, në çdo fushatë që ti bën, normalisht ke qëllimet caktuar, siç kishim në këto zgjedhje. Po qëllimi im i parë për këto zgjedhje ka qenë që partia mundësia të jetë në parlament. Dhe mendoj që është një qëllim i përbashkët për gjithë ne që e arritëm. Paçka se unë nuk u zgjodha deputete. Tani. Mërzitej su zgjodhe? Në momentin që e pe që apo ishe e përgatitur? Po patjetër, nuk ka garë që ti futesh dhe shanset janë ose do zgjidhesh ose nuk do zgjidhesh. Nuk ka ndonjë shkëndijim. Jo, ti je rëndësishme në partinë e Gonit, edhe pse është parti e re, je e treta në listë. Po pra, po ti po i referohesh në mënyrë të gabuar, domethënë her pas here. E para, një nga arsyet pse unë jam me Agronin, edhe pse kemi hapur këtë parti bashkë, sepse besoj tek Agroni. Unë nuk mendoj se problemi i partive të tjera kanë qenë se kanë pasur një lider caktuar, po ka qenë se ka pasur një lider që nuk merrte përgjegjësi dhe nuk dinte të ndalej më. Dhe unë nuk e shikoj këtë gjë tek Agroni. Shikoj, partia Mundësia nuk është ajo parti ku ti nuk mund të kesh ambicje, apo për të pasur ambicjen duhet të vrasësh antarët e partisë. Përkundra, si nuk e shikoj kështu. Mendoj që të gjithë po bëjmë simbolike është ajo. Po bëjmë një rrugë të gjithë që është rruga e drejtë, jo rruga... Unë nuk e bëra këtë gjë që unë kisha më tepër aparencë në televizione, apo t'isha më e njohur në rrjeteve sociale, përkundër, unë e bëra këtë gjë çani se kjo është gjë e drejtë për t'u bërë. Unë e kam besuar që kjo është gjë e drejtë, se kudo më çonte është një tjetër gjë, është rezultati punës tonë dhe i besimit që unë kam pasur që në fillim. Kjo nuk është, unë nuk bëra një llogari matematikore. Po të kisha bërë këtë llogari, shanset do ishin që nuk do isha me partinë Mundësia, ndoshta. Do kisha ndetur, si gjithë të tjerë, do kisha ndetur e veçuar, duke pritur ndryshimin, po unë jam person që dua ta marr në dorë ndryshimin dhe të bëj pamundurën për këtë gjë. Ti e yllbote, po më vjen ca mesazhe. Goni ka thënë që duhet çdo parti opozitare të bashkohet dhe të mbështetë një kandidat përbashkët që është jashtë politikës. Kush mund të jetë ky, më thot mesazhi, si ka mundësi që Mundësia është e gatshme për këtë, duke marrë parasysh konfliktin me Lapajin dhe PD-n. Ndërkohë pastaj më thot, nga i dik bisedën tonë, thot Margaret Thatcher për shembull, thot si ka mundësi, grua e hekur dhe libertariane, si ka mundësi që Barbara nuk ka model, thot.
Okej, Dhe pastaj vazhdojnë. Vetëm mos harroni këtë gjë, sepse ju flisni për Margaret Thatcher, se ma thonë disa herë këtë gjë. Unë flas për modelet që unë i kam parë. Margaret Thatcher nuk është një model që unë e kam parë. Unë nuk kam jetuar në kohën e saj. Unë flas për modelet që kam pasur unë si vajzë duke u rritur. Të gjithë dalin dhe flasin për një model që e kam parë në për libra, e kam parë në për dokumentare. Kjo nuk është e sinqert. Unë flas kur kam qenë unë para televizorit, unë nuk e kam pasur një model tillë. S'kishe asnjë femër. S'kam pasur një model tillë. Se këtë po thua ti, duhet kesh një model, po ka pasur femra në politik, por unë nuk mendoj që kanë bërë përfaqësimin e dur, ose atë që do kisha dashur unë të bënin. Ose nuk kanë bërë mjaftueshëm. Do kisha dashur unë. Dakor, nuk kam asnjë kundërshtim me këtë. Unë nuk se kanë gjitur asnjëra me një fjalë, është tërë shumë beti. Përshëndetje Çani, vetë mesazh tjetër. Pyete Barbaron. Po njëherë për pyetjen e parë apo ta lëm atë. Jo, nuk do e lëm, po ta lexoj edhe këtë. Pyete Barbaron, pse nuk i shpalli luftë hapur? Pse nuk i shpalli luftë hapur PD-s? Po vuajmë që ti dilni kundër se na kanë zhgënjyer. Në Britani është shembull konkret, thot. Partia Reforma e Farazhit, thot, i ka shpallur luftë hapur Partisë Djathtë Konservatorëve dhe është e para sot sondazhe. Ju nga PS-n nuk merrni vota se ata i kanë parizanët deri në varr. Pse nuk merrni PD-n, thot? Sa të përgjigjesh, po? Me pak fjalë. Ta bëjmë kështu se radhe gongu. Ledio, do të bëjmë, ç'a kemi Ledio, një sekond, Barbara. Jo, kemi një ndërprerje të shkurtër. Do bëjmë ndërprerje? Po. Atëherë mbajmë mend këtë pyetje që ta bëjmë një herë pas ndërprerjes. Okej. Jepi Ledio, të vina.